vende se cila dorë agjenturash të huaja të sofistikuara zgjodhen Librazhdin për t'i bërë Shqipërisë të keqen e madhe. Vendi është izoluar. Rruga nacionale Elbasan-Korç u shemb në afërsi të zonës së njohur si Arrat e Gurrës. Ura pësoi dëmtime, ndërsa edhe rruga pak metra më larg rrëshqiti. Hekurudha që nuk përdoret prej vitesh pësoi dëmtime në trase. Shumë rrëshqitje në 48 orë. Të jetë rastësi i vallë, Librazhdi është epiqendra e sulmeve që kanë shkëputur çdo ndërlidhje. Deri më tani vetëm interneti po funksionon, por në orët në vijim, Librazhdi dhe prenjasi, e veçanërisht Dragostunja, mund të pësojnë edhe sulm kibernetik të ndërlidhur nga hakerat më të mëdhenj të botës. Mësohet se qeveria është mbledhur në ilegalitet, në një nga tunelet e Dajtit. Në këtë mbledhje, përveç kryeministrit dhe gjithë ministrave, përfshi edhe të pezulluarën Belinda Balluku, marrin pjesë edhe kryeparlamentari Peleshi dhe kreu i grupit parlamentar socialist Balla. Dua të them se kjo situatë nuk është rastësi. Më datë 20 kisha premtoruar darkë me kërnacka dhe birra në Korç. Mos është kërnackpjeksi agenti shumë fisht dhe të ketë lajmëruar agjenturat e huaja, ngriti shqetësimin ai. Pikërisht Korça dhe Pogradeci mbetën tërësisht të izoluar, i vuri pikën Niko. Nuk dua të kundërshtoj parafolsin, por edhe unë kisha lënë takim të shtunën me 3 kryqpleq të fshtratave të Librazhdit, tha Balla. Do i bie shkurt, nuk kam info të sakta ende nga SHU, por e them me bindje se nga fqinjët tanë jugor nuk na ka ardhur kjo e keqe. Po që nevoja me karabin në dorë do mbroja dheun, i pari në frontin e Dragostunjës do shkoj, tha ai. Nuk duhet panik, pas pak do kem edhe një telefonat me Washingtonin. Do i telefonoj Vjosës që Vjosa t'i telefonoj të madhit Trump për situatën në vendin ton, tha i madhi. Situata është e rëndë. 2 njerëz e kanë në dorë këtë punë për të dhënë një version përfundimtar. Visi im i rrugëve dhe gysi yt i akshit, tha ajo. Për 2 orë do mblidhemi përsëri, nuk do të dorëzohemi. Shpejt do ta marrim Librazhdin, Prenjasin, Pogradecin dhe Korçën, tha kreu i ministrave.